Toka bujqësore të përmbytura në fshatin Poroj dhe Trebosht të Tetovës. Lumi doli nga shtrati dhe përveç arave rrezikoi edhe shtëpitë e Treboshit. Për këtë përmbytje, Bujku Nexhbedin Abdiu thot se fajtor është faktori njeri, pasi ata që janë duke kryer punët në qarkoren Tetov në Proshten nuk e kanë para përgatitur terrenin për raste të këtilla, duke e ditur se kjo pesë është fush grop dhe mblidhet ujë. Unë va kum hek vrejtjen që 3 vjet gjimra e ora luj. Va hoqa vrejtjen se nuk në këtë mënyrë. Para do të rregullohet shtrati lumit, vetë në vend vet lumi, po masanet nes një projektin të bëni. Kështu ka pas një gyp, ka pas një kanal të bëjë, shtu i mshelën këtë. A ne e ban këtë marzej, e ngrenën në ugërën, unë që 2 vjet, ora mrej ledi. Të njëjtën gjë e tha edhe një bujk tjetër, tokat e të cilit po ashtu janë përmbytur. Po çfarë problemi që nuk ka pa përpara punë e ujit dërtuohet, mësane atmosferik, mësane të marruat Altobani. Që veç e mushën këta në shtetë që gjybo punë. E në arët të metën, e në Trebosht një matonë në fundi ka një problem këtë shpeje, u ka hi, mëse bashkë shta ku e kam punar, nuk e ka pat vendi. Vendin e ka pak ma t'i qe, 50 metri ma t'i e ka pat vendin e vetë ujti. Pa gje e zonë, këndin e kanë qirë këta me disë shpejeve Trebosht. Pa nuk janë marë ma se ku një fejë që shiti. Ma shumë s'kam gjithë tama, më që këtë një dhe të regulluat ujti atmosferik kur dhe shkyeje. Pa mos më marra reke për rritë të poshë, ka njës të marrin t'i qe. Për gjithi që. Ne jam dërtuar terrenin më sa e puno. E që 3 herë që mushën këto arët tërma, nuk 1 herë. Kryetari i Bashkisë Lokale të fshatit Gjepçisht thot se asnjëherë banorët e kësaj zone nuk kanë qenë pengesë për ndërtimin e autostradës, duke pasur besim të plotë te autoritetet, por ajo që kanë parë deri më tani është vetëm dëmi. Ta çojnë në ujtin këtë shkëje. Ti bëj çdo gjë e kanë bën pa pet, ne pas gjë, ne u kena besa në shtetin, në çdo ku i kena besa ne. Am kupton? Asnjë nuk kanë ardhur të cilë këto. Kur ta nëse një projekt do të para ti bësh disa programe me arkitekta, me gjëja, në pet. Na thënë dhe kje se rrotullim, ase nuk ka. Shtej nuk e di ne ku ankona, askush nuk vjen me masa. Marrën një projekt ta bëjnë, ne ta bëjnë si që duhet. Në ta kështëndesit që na dit as projekt, ta kështëndesit çfarë projekt i bën, asnjë nuk do vënë të shkëroj. Më kupton? Ne u kena besa, si së u kena besa. Ata kështëndesit çfarë do bën, ne asnjë të gjithë, ne me çdo mirë na, e çket fosh na kanë preshën e kredit. Për të parë gjendjen nga afër ishte edhe kryetari i Tetovës Bilal Kasami. Ai e pohon se si rezultati i punëve ndërtimore në qarkore nga fshati Trebosht për në Yazhinc janë bllokuar disa rrjedha të ujit që kanë përmbytur tokat. Siguroi se me mbylljen e punimeve kjo nuk do të ndodhë më. Po ka paraqitje për dëme në fshatin Trebosht dhe rrezik për njëjtën në fshatin Pallatis ku po ashtu ngirje tokës me ujë ka bërë që në për disa bodrume të shtëpive të dalë ujë, por edhe njëherë pra nga momenti kur do të përmbillen, do të realizohet ky projekt, besoj që edhe çështja e kanaleve pastruese apo rrjedhën e kanaleve do të rregullohet dhe problemi kahmotshëm për këto fusha do zgjidhet. Bujqit dëmet në tokat e tyre i vlerësojnë disa mijë euro, por nga ajo që tha Kasami, vështirë se dëm shpërblimi do të vijë nga komuna ose qeveria, sepse këtë duhet ta bëjë kompania e sigurimeve nëse tokat kanë qenë të siguruara. Tyre banorëve, por nuk mund të garantojmë asnjëherë që 100% të kompenzohen tokat, sepse me ligj është rregulluar që këtë ta bëjnë kompanitë e sigurimeve. Vonesën e mbylljes së punimeve Kasami arsyetoi me ndërrimin e pushtetit, pasi drejtoria e re e rrugëve shtetërore është dashur të bëjë revizion të punëve, të cilat sipas tij tani po realizohen me intensitet dhe do të mbyllen brenda verës që po vjen.